Ekipi I ciklizmit I Vllaznisë ka nisur përgatitjet intensive në prag të garave të sezonit të ri. Ciklistët kuqeblu po zhvillojnë seanca të rregullta stërvitore me synimin për të arritur formën optimale dhe për të qenë konkurrues në çdo aktivitet të rallës, ku do të marrin pjesë gjatë gjithë këtij viti. Trajneri I ekipit Leonard Kola u shpreh optimist për ecurinë e ciklistëve shkodran, duke theksuar se puna e bërë në këtë periudhë përgatitore do të reflektohet edhe në rezultate gjatë garave. Sipas Kolës, Vllaznia synon të jetë sërish një nga ekipet protagoniste në ciklizmin shqiptar, ashtu si në sezonet e mëparshme. Thëmë drejtën, kena fillu përgatitjes për sezonin 2026, pak me thëmë drejtën nga penalizu nga koha vështirë, që ishte si mjetë koha me reshje, me kështu që nga ka penalizu se në sport që dalim rrugë. Po kena vëtë të veçit të kompensojmë kohën e humbur në fillim vitit dhe po punojnë çdo ditë fort e më fort që ne të arrijmë në kulmin ton, muajit e ciklizmit. Gara para është në 26 mars, trofeu 26 mars që zhvillohet rregullisht në qytetin e Kavajës, Kupa Demokracia. Aty do të marrë pjesë me ekip pilot, me trit, me paratrit dhe me trit. Duhet të theksoj se ne vetëm ekipi Shqipërisë që jemi me 3 grup moshat profesionale rregullisht. Pretendime si gjithmonë, Vllaznia shkojmë me pretendim për të fituar trofet, për të fituar aktivitetin. Trajneri Kola foli edhe për mbështetjen nga ana e Bashkisë Shkodër, ku tha se për ciklizmin duhen financa më të shumta. Po do të them drejtën, bashkia ka bën ato mundësitë veta, po prapë sporti ciklizmi është sport I kushtueshëm, shumë I shtrenjtë, shumë I rëndësishëm, jo pa edhe vetë sot që duhen është domosdoshme makina mbrapa, vallogurisë janë në ekipi të rive, janë një makinë dhe një motor që duhen apo stafat për këtë punë, po kostoja është goxha e lartë për këtë tip të lloj sportit. Shpresojmë që edhe bashkia të aveni ujin zjarre dhe prapë duhet ta falenderoj edhe për këtë se ka dhënë, por prapë për dashmë në nivele të larta duhen lekë, duhen fonde. Skuadra shkodrane pritet të marrë pjesë në disa aktivitete të rëndësishme të kalendarit kombëtar të ciklizmit, ku objektivi kryesor mbetet arritja e rezultateve sa më të mira dhe përfaqësimi dinjitoz I Vllaznisë.